Investimi i fundit që ka bërë Bexhet Pacolli në Shqipëri për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, duke se ka futur në të lashe dhe i ka prishur gjumin. Pas takimeve me Edi Ramën, Belinda Ballukun dhe pas paraqitjes së tij në prokurori, duket se ky investim i ka hapur të lashe Pacollit. Ka qenë ortaku i tij, Balon Luka, ai që akuzon se Pacolli i ka bërë padrejtësi, sepse Luka ka dhënë lekët për të blerë 47% të aksioneve, ndërsa Pacolli nuk e pranon këtë fakt. Por ajo çfarë ka thënë së fundmi Pacolli është sa e çuditshme, aq edhe tronditse. Ai tregon se çfarë i ka ndodhur kur ka qenë me pushime me familjen. I pyetur se si ka mundësi që Bexhet Pacolli ka firmosur vetë dokumentin ku tregohet se Balon Luka është 47% aksioner, Pacolli e shpjegoi kështu: "Po ju tregoj se çfarë më ka ndodhur. Kam qenë me pushime me familjen dhe më ka marrë në telefon një përfaqësues i kompanisë. Më tha që duhet të firmose një dokument për disa transferta që do i bëja fëmijëve të mi. Më tha, duhet t'i firmosësh ti. I thash, "Okej, mi sill sepse jam me pushime." Isha në det. Më vonë, ai vjen në orën 8 të mbrëmjes dhe unë po lahesha me djalin në pishinë. Kur bie dera, dal nga pishina, fshi duart dhe takoj ortakun e kompanisë. Më dha letrën për ta firmosur, por aty ishte errësirë dhe unë, sa po kisha dal nga pishina, dokumentin e firmosa pa e lexuar fillimisht. Në fakt, unë e di se kisha firmosur dokumentin që më thanë për fëmijët e mi dhe nuk e dija që kisha firmosur një tjetër dokument, ku unë pranoja se Balon Luka është aksioner 49%. Këtë e mësova shumë kohë më vonë. Nga kjo që më ka ndodhur mua, ju bëj thirrje të gjithëve që të jenë më të kujdesshëm kur të firmosin dokumenta, t'i lexojnë fillimisht e më pas t'i firmosin. Unë gabova dhe kjo po më kushton shumë tani.